Tike jobe me mendu këj si Albini. Kush ka thonë? Kush po thënë? Ose si Albulena. Albulena i ka thonë Kadri Veselit kriminell. Albulena është njona për figurë ma përqase në historinë politike të Kosovës. Dhe s'mun është ti me kërku vot me ta. As për kryetarët kuvendit, as nesër për president, as ato eventualisht ti mun është me bon ministër se mandatari i sakton ministrat pa vetë kërkon. Po. Dhe tash ajo vetë... Marrëveshje a këshën votu? Una? Albulena. Kush? Me pas marrëveshje koalicioni. Me pas marrëveshje me partive që veç po, e këshin votu, sigurisht. Qështë ta bu Albulena e mirë? Po, në regull. Ti e din që... Për që ata sështë aty të Albulena. Po ti e din që kalkulimet politike, taktikat politike shkojnë edhe Alianca ka drejt me bon taktik politike dhe na votojnë për shembull Shqipe Selimin ose këtë Saronda Bogujevcin. Dhe monojnë taktike tyne shumë legjitime. Se do në me taktizu. Unë këtu, nëse nuk është një komplot i malë i gjitha partive politike, tash po du më thonë diçka që se këmë thonë asë njëherë. Me zvarit dhejnë pa kufi ndërtimin e institucioneve të Kosovës për shkak me ik sindromit, dialogut, edhe me ik zgjidhjes të cilat nështë një administratat Trump ka me kërku shpejt për Kosovën. E për me shmongë, që shto unë po menoj që këta kanë bo një marrëveshje gentlemane me qitë ndajthitje këtë Kosovën. Këta e ke druan që ka mundu. Edhe mus me dhonë institucione nështë edhe një vjetë, dojnë në masë, vitit tashëm. E ka gjithë mekanizmin që mundet, po sepse presidentja e cila është me nenin 83, është këj shtetit dhe përfarson ato që na e shumë. Ka marrëveshje e heshtë ndërmjet gjitha shtetit politike dhe të madhëshit. Shumë interesant. Dhe neni 84, pika 2, që e thot se garanton funksionimin kushtetus të institucioneve të përcaktua me këtë kushtetus. Zonja presidente nuk po dënë me garantu funksionimin demokratik sistemit. Po heshtë. Pse? Po heshtë. Mundet me adresu në gjykat kushtetuse si pyetje. E ka atë të drejtë. Me ngrit çështje, po. Si çështje, me ngrit në gjykatën kushtetuse, pa vetë kërkon. Ajo çështje u konsumu, ka folë gjykata kushtetuse. E pa vërtet. Kur 2014. 2014